miqtë Prizmos. U bë dhe vizita e zumut të flotiljes, e cila në të vërtet e ka përshirimin e Palestinës, por u nis edhe për mblorë, mbasi të çliroi Palestinën, të çlironte edhe Vlorën, të çlironte Shqipërinë. Në të vërtet nuk u pranua në protest. Edhe kishte një arsye pse nuk u pranuan protest njerëzit e kësaj flotilje. Sepse sigurisht ato kanë një tjetër, krejtësisht tjetër arsye. Ato nuk vinë për arsyen e protestës që ka dhe fjala Tirana. Se që kanë ata që bëjnë në qendër Tiranës, në bulevard protesta. Ata kanë një arsye tjetër. Arsye e tyre nuk ka lidhje as me pushtetin Shqipëri, as me protestën që bëhet në Tiranë. Protesta dhe arsye e tyre është Izraeli, janë komunistat, janë ultramajtistat, propal që quhen, janë sionistat edhe element të tjerë, pastaj antisionizmin, element tjerë kundra Izraelit, kundra Kushnerit, këtu është halli e tyre. Ata nisen me arsyet që raportit që ka bota ekstremit majtës me atë ngjarje të fillimit për flamingot. Ata nisen drejt, sepse kur thu flamingo dalin në Tiranë. Por problemi është se këta flamingot e Tiranës kërkojnë dorëheqjen e Ramës. Ata mund ta kërkojnë dorëheqjen e Ramës, por në vërtet ata kanë problem tjetër. Kanë anti-amerikanizmin, anti-trumpizmin, ndërsa në protest janë gjithfar shpirtrash. Aty ke nga ultramajtistët deri ke nacionalistët, aty ke komunist, marksist, ke edhe globalist, ke edhe pastaj edhe anarkist, ke edhe nuk e di që vetën e quajnë anti-sorosian. Në të vërtetë aty janë organizime që i takojnë më tepër, flotilja i takon më tepër komenteve që i bëhen pro Sorosit edhe pro si të them tash, një ultramajtizmi i cili proteston por me anti-amerikanizëm të shfrenuar. Vendosin atë shallin palestinez, edhe në të vërtetë s'kanë bërë asgjë për Palestinën, kur të tjerët kanë mundur të çojnë ndihmë në Palestinë, këta nuk bëjnë asgjë, absolutisht asgjë, por vinë e shlirojnë vendet e tyre, e kanë si piknik. Në të vërtetë ishin disa pamje që tregonin, sidomos ke Zhurma Pikal, ai që organizon, që ju thotë ku po shkoni, çfarë jeni duke bërë. Nuk i kanë pranuar, nuk është se kanë folur, nuk është se ju doli kjo vizit. Ata nuk qëndruan në Vlorë, në të vërtetë u kthyen për Tiranë, se krahas protestës famshme tyre, çlirimin që i bëjnë Shqipërinë. Imagjino që ta shlirojnë Shqipërinë disa dembelhane, njerëz që s'kan punuar gjithë jetën e tyre, duhet shlironin Shqipërinë. Po nëse, po as në qendër në bulevard nuk i honepsen, sepse i dinë se çfarë janë, e kanë të qartë. Protesta këtu ka qëllimin e Ramës, nuk kanë qëllimin e Kushnerit. Ata mund bërtasin që po na merr Izraeli, ku diun po na blen Amerika, por në përgjithësi ata kanë Ramën. Këta që vinë, Ramën e kanë plan të dytë, këta kanë anti-amerikanizmin plan të parë, anti-izraelizmin, kauzën ose çështjen palestineze, këto kanë. Në të vërtetë, ata vinë që të kalojnë çështjen palestineze të parën në bulevardin e Tiranës dhe të largojnë çështjen që kanë këta. Prandaj në këtë pikë ajo flotilja Zumud nuk ka të njëjtin qëllim me flamingot e Tiranës. Praktikisht ata kanë çështjen palestineze. Në Tiranë kanë çështjen e politike. Nuk kanë çështjen palestineze. Palestinezët mund përmendet, mund dali, por nuk është kjo çështja e tyre. Dhe ata janë të identifikuar për komunist, janë identifikuar për ultramajtis, janë të identifikuar për globalist. Në shesh mundohen që të fshihen në këtë lloj drejtimi. Të thuhet që sigurisht jemi të bashkuar sepse jemi kundra po themi klasës politike 35 vjeçare, 36 vjeçare në Shqipëri. Kështu që nuk duan që një
flotilje ose një ide që vjen nga Italia, që mund vinë nga gjithë bota, aty ka dhe turqe dhe italiane, nuk e di francez, spanjol, meksikan, qaska, janë anti-amerikan gjithë, absolutisht, anti-Trump, anti-amerikan përgjithësi. Që të djali kauza e tyre, të filloj çlirimi të bëhet Shqipëria si Palestina. Do më thënë të konsiderohet Shqipëria sikur është Palestinë. Do më thënë ideja është i bashkangjitet Palestinës edhe Shqipëria. Është kthyer Shqipëria si Palestina për ato të flotiljes. Këtë nuk e kanë pranuar disa atje dhe me sa duket, jo vetëm që nuk e kanë pranuar, por nuk i kanë lejuar që të marrin mikrofonin, nuk i kanë lejuar që të sundojnë protestën. Dhe sipas mehet nuk kanë bërë keq, sepse sigurisht në momentin që ata fitojnë, pastaj protesta mund të konsiderohet e mbyllur sepse është një kaos tjetër. Nuk mund të jetë kauza kauza politike që ka protesta, kauza anti-Rama, anti-establishment, anti-klasë politike. Dakord miqtë e mi. Edhe kjo është ajo që është më e rëndësishme për të diskutuar për sa i përket kauzave. Pastaj ka fryma të ndryshme aty dhe ka njerëz që kanë ideale dhe besime të ndryshme. Sigurisht që ka. Aty është një turme e cila është leramane. Aty fillon, ju kemi thënë edhe një herë tjetër, jam shpjegu, aty fillojnë nga idealet e LGBT-qs dhe përfundon te supernacionalizmi i jashtëzakonshëm që mund të konsiderohet, ku diun, nacionalizëm i cili bën namin për sa i përket thojza e them se asgjë s'bën, po ashtu ushtrojnë një lloj informacioni, duan t'i japin botës të kuptojnë që ne jemi kulmi i nacionalizmit. Si stadium, njësoj. Flotilja Zumut kishte dështim të plot, sepse sigurisht ata kanë kauzat e tyre bolshevike, komuniste dhe globaliste, kurse në qendër Tiranës ka një kaos. Duan të rrëzojnë Edi Ramën, kanë zemrim me Edi Ramën. Praktikisht protesta në Tiranë ka zemrim. Ata mund të kenë zemrim, por kanë kauzat tyre. I thash edhe herë, ata donin që të bënin, të barazonin Tiranën, Zvërnecin, Shqipërinë me Gazën. Ky është qëllimi i tyre, nuk ka qëllim më të keq se sa ky. Në bulevard nuk e pranuan këtë lloj qëllimi, që Tirana, Shqipëria të trajtohet si Gaza. Dakord miqtë e mi, ja kjo ishte. Tjetra. U pan skenat e një që e quan veten gazetar edhe që është Arjan Konomi në katunin e përbashkët të tyre Vuno, ku edhe njëri dhe tjetri, kam fjalën për kryeministin, kanë origjinën. Bile thonë që janë edhe kushëri. Tashti sigurisht për si shumë gjëra tjera ndahen. Ndërhyrja ke një kryeministër kur është në momentin idilik të familjes edhe të marrëdhënies në familje është gjithmonë një e keqe e madhe, sepse unë e konsideroj pastaj atë jo kryeministër. Kur e shoh në familje dhe kur është ulur, pavarësisht protokolleve që kanë bodyguardët. Bodyguardët sigurisht në gjithë kryeministrat e botës fillojnë i thyen rregullat e qarkullimit sepse ata kanë protokollin e tyre dhe nuk i kërkohet leje dhe llogari kryeministit, i kërkohet llogari bodyguardëve dhe njëkohësisht truprojeve që ka atje. Por ka një diçka. Të ndërhysh pastaj personalisht me telefon është një diçka tjetër. Është e kollajt të ndërhysh një kryeministri se mbase të kapin bodyguardët, por të ndërhysh një njeriu duhet ta mendosh si do kapesh me atë njeriu. Bie fjala të vinte, siç e kanë thënë shumë tjerë, të ngacmonte mua kur jam me familjen, Arjan Konomin e kishte ngulur në dhe, sepse është edhe person që duket është edhe fizik i madh, kupton? Pra e kisha ngulur me kokë në dhe, pastaj mund shkoja në burgun, por atëherë e kisha turpëruar në mënyrë të jashtëzakonshme. Kjo është e para, e dyta është mungesa e jashtëzakonshme e edukatës. Drejtime, mënyra të folurit të tillë, shikon, ti mund të kesh edhe një kryeministër pa edukat, ose të keq edukuar, por nuk të lejohet ty të jesh i keq edukuar, nuk mund të jesh ti me të njëjtën monedhë. Pra, në këtë pikë, ky Arjan Konomi, i cili pastaj merr gjithfarë konotacione që është kështu, është ashtu, i shohin vezet e pa vezet, që nxirren 1000 fjalë, pastaj rrjeti e Facebooku bëjnë punën e tyre.
ka mungesën e jashtëzakonshme të kulturës ku drejtohet në mënyrë të tillë. Mirë se në familje, mirë se në sapin e tij, në tavolinën e tij dhe si klient. Në lokal nuk ka shkuar si kryeministër. Deri jashtë lokalit është kryeministri, në lokal ai nuk është më kryeministri. Ai është një njeri që ti i prish privacin, ti i ndërhyr në tavolinë. Nëse do të jetë ky fara Arjan Konomit edhe do t'i shkoj unë me celularet, i them me fjalë, si do sillet. Nëse shkoj e dhunoj, nëse shkoj e fyej, si do të sillesh ky? Në ç'lloj mënyre do të sillesh? Çfarë do të bënte? Në këtë pikë, si më thon, nuk ke pse të diskuton më, edhe nuk ke pse, jo vetëm diskuton, por nuk ke pse e hedh në publik mënyrën e keqe të trajtimit të problemit, ose sulmin që ka bërë në këtë pikë. Dhe në këtë moment, si më thon, është edhe problemi kryesor. Problemi kryesor është që ai nuk e ka parasysh këtë punë. Në pikën kryesore, në çastin kryesor që ti duhet të bësh, njeriu i cili do përballet me një kryeminist, duhet mendosh edhe pjesën edukative, edhe pjesën etike dhe estetike. Në këto ditë dhe në këto debat, s'ja vlen të bësh debat për Arjan Konomin, sepse mënyra e tij është një nga mënyrat më të qelbura të mundshme në shoqëri, por nuk është fjala për Arjan Konomin, është fjala për të gjithë të tjerët. Sjellja etike, sjellja estetike është pjesë e një raporti që kemi në shoqëri. Kur kalohen këto masa, pastaj duhet bësh i dhunshëm me domosdoshmëri, ose të vendosësh mbrojtje, o duhet përgjigjesh me po të njëjtën mënyrë. Nëse dhunohesh, mund të thuash një herë, dy herë, mos lutem, mos. Ama nëse vazhdon dhuna, imagjino të shit çohet kryeministri t'ia tregoj vendin një pispiruqi, një maskaraj si puna e tij. Kështu të mësohen gjithë vagabondat e medias dhe qelbanikët e medias, se ka plot. Vagabonda maskare. Kur je me familje, në sidomos kur je shqiptar, dhe të fillon të vend aparatin, fillon edhe të sulmon, fillon edhe të shan, shqiptari të përgjigjet edhe ka të drejtë përgjigjet ashpër. Jo vetëm shqiptari, po amerikani, francezi, italiani e kushdo. Kur je me familje, nuk duhet ta krush bythën edhe të thyesh edhe të sulmosh, të dhunosh. Nuk mund ta bësh këtë punë. Jo ti je Arjan Konomi demek gazetar, s'ka lidhje me gazetarin fare, s'është gazetar, është person, individ i vetëm, po kushdo ti jesh, le ti jesh, ku diun Gjergje Lezalia, për aq sa ka kokra shqiptari, ti merr ato tujat e ti jep ti hash. Pra, mos luani familjen, duke luajtur me familjen Arjan Konom, i thon pastaj bëq LGBT etj. Mos guxo të luash me familjen, kushdo qofte e familje. E kryeministrit, e një gjithë respektin, ku diun ma gjypi aty, se komuniteti Romës, se komuniteti egyptian, gjithë respektin. Pra, në momentin që është me familje, nuk duhet ta luash. S'duhet bësh asgjë. Tashi, ka prej këtyre që sigurisht nuk marrin vesh. Po ka dhe prej tyre pastaj që të përgjigjen. Unë jam një prej tyre të përgjigjen. Dhe janë shumë shqiptarë, edhe më të fortë, edhe më të boshëm, edhe më me kilogram se sa unë, që të përgjigjen dhe të përgjigjen jashtëzakonisht rëndë. Nuk marrin parasysh aty pastaj se ka burg, nuk marrin parasysh për asgjë. Të përgjigjen. Kujdes, mos luaj me familjen. Gjithë ju Arjanët dhe Konomët, maskarej, jo vetëm të medias, po dhe të çfarë do lloj kategorie në botë. Mos luani me familjen se do merrni përgjigje dhe përgjigje të ashpër. Dakord, miqtë e mi?